Ermal, të përshëndes, ndalemi së bashku me një raportim për atë që ndodhi në seancën e parë të mbajtur tani më në themel, në gjykimin në themel për privatizimin e ish kompleksit sportiv Partizani. Atëherë ka qenë seanca e parë e zhvilluar këtu në gjykatën e posaçme ndaj ish kryeministit Sali Berisha i Mari Panderu për akuzën e korrupsionit. Dhëndrit e tij janë marrë për Maltezi që përveç korrupsionit është Mari Panderu edhe për pastrim parash, si dhe për 3 personat e tjerë, mes të cilëve Fatmir Bektashi, Gjimi Begeja, Andja Postina, si dhe 3 shoqëri të cilat janë vendosur në sekuestro nga ana e prokurorisë së posaçme. Nga ana tjetër, të pranishëm ditën e sotme ka qenë vetëm Jamar për Maltezi, i cili është duke u hetuar në masën e arrestit shtëpiak, dhe Gjimi Begeja që po hetohet në gjendje të lirë. Ndërsa ish kryeministi Sali Berisha ditën e sotme në seancën e parë nuk është paraqitur, kjo pasi sipas asaj që u relatuar në gjykatë, fillimisht ka qenë policia e cila ka patur për detyrë, le të themi, t'i komunikonte ish kryeministit Berisha se ditën e sotme kishte një proces gjyqësor dhe policia në fakt e kishte realizuar këtë komunikim pasi ishte paraqitur në banesën e ish kryeministit Berisha dhe pikërisht fletën e thirrjes së seancës gjyqësore ja kishte dorëzuar dhëndrit e tij Jamar Maltezi, i cili dhe kishte firmosur për marrjen dëni. Por nga ana tjetër, Maltezi pretendoi se nuk kishte patur mundësi që të vinte në dispozicion apo që të vinte të informonte ish kryeministin Berisha për seancën që do të mbahet ditën e sotme në gjykatën e posaçme, dhe për këtë zyrtarisht ish kryeministi Berisha nuk ishte njoftuar. E gjithashtu, edhe avokatët e tij mbrojtës pretenduan se nuk kishin djeni për thirrjen e ish kryeministit Berisha për seancën e sotme dhe nuk kishin patur komunikime me Berishën në rast se ai e kishte marrë apo jo fletëthirrjen për seancën e ditës së sotme. Nga ana tjetër, edhe një prej shoqërive e cila është vendosur në sekuestro nga ana e prokurorisë së posaçme nuk ishte e pranishme nëpërmjet avokatëve mbrojtës, çka bëri më pas që gjykata të shtynte seancën për në datë 21 korrik në orën 10:30. Nga ana tjetër ka patur edhe një tjetër, po themi, kërkesë në gjykatën e posaçme, ka qenë pikërisht drejtuesja e gjykatës së posaçme, më saktë drejtuesja e seancës gjyqësore Elsa Ulliri, e cila i ka kërkuar kreut të kësaj gjykate, Erion Banit, që të heqë dorë nga shqyrtimi i çështjes gjyqësore në ngarkim të ish kryeministit Berisha dhe personave të tjerë, me argumentin se ajo është e afërmja e deputetes së Partisë Demokratike Andja Ulliri, ku kjo e fundit në fakt ka konflikt interesi për shqyrtimin e këtij profesori. Ende nuk është vendosur nga ana e gjyqtarit Bani në rast se do të pranoj dorëheqjen e Elsa Ullirit apo do të vendosë që pikërisht jetë jo kryesuesja e trupit gjykues me 2 anëtarët e tjerë, Bib Dreca dhe Rudina Palloj. Kjo do të vendoset në fakt, nga sa kemi mësuar, në seancën e ardhshme në datë 21 korrik, në rast se do të kemi një vendimarrje mbi kërkesën e dorëheqjes së gjyqtares Ulliri. Të gjitha këto në fakt kanë ndodhur në seancën e ditës sotme, ku në fund, si kundër e përmenda, nuk u zhvillua për sa kohë nuk kishte marrë djeni konform apo nuk kishte miratuar marrjen e djenis nga ana e ish kryeministit Berisha. Gjithashtu, edhe një nga shoqëritë e cila është vendosur në sekuestro nuk përfaqësohej me avokat, çka detyroi gjykatën të shtynte seancën e parë për ish kryeministin Berisha dhe personat e tjerë të pandehur për privatizimin e ish kompleksit Partizani. Faleminderit Ermal Via për raportimin dhe detajet që ndave me na.